Iran, Amerikë, Izrael? Ku jemi? Jemi aty që Izraeli po mundohet të sabotojë të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare dhe po dështon totalisht çdo ditë. Dhe rasti Gazës është më tipiku. Në Gaza është bërë një marrëveshje ndërkombëtare që quhet Bordi i Paqes apo kush e përfshi dhe Shqipëria. Izraeli përkon të sabotojë, po në gjithë botë është bërë kundër Izraelit sepse gjithë janë dakord që të bëhet Bordi i Paqes. Dhe Trump i ka lënë në kurriz Izraelit, jo më Amerikën, i ka lënë gjithë botën. Zgjuarësia e Trumpit ishte që po të ishte Izraeli dhe Amerika përballë diskutimit, fitonte Izraeli, jo Amerika. Sepse kur Izraeli dhe Amerika janë për diskutim për Gazën, Izraeli bën si të dojë qefi. Në moment që Trump i krye Bordin e Paqes dhe ngarkoi gjithë vendet e lindjes mesme, në atë bord, edhe të perëndimit e tjerë, i la në derë Izraelit gjithë botën. Pra çdo vullnet që bën Izraeli është në luftë diplomatike me çdo shtet. Kjo është inteligjenca e Bordit të Paqes që e përdori. Dhe thashë themi që prapë që Trumpi do krijonte resortet e veta personale në Gaza, ke parasysh që ta bëj figurën sa më të rryer Trumpit, ti dikush e prodhoi thashë themi gjithë botën, që ishte e vërtetë. Kush e prodhoi thashë themi personalisht, si individ? Zharet Kushner. Zharet Kushner e bëri atë thashë themi prapë gjithë botën, personalisht, për sabotuar Trumpin. Ne Altino çam të budalli që thua ti. Koha, gjykatës më mirë. Të çdo gjë që themi në këtë botë, ai na gjykon. Dhe e vërteta është që marrëveshja e Trumpit me Iranin është një marrëveshje totalisht në dëm të Izraelit. E gjithë marrëveshja, nga pika A dhe pika fund. Dhe debati që bëhet për marrëveshjen ka të bëjë me debati që bëhet me Izraelin. Më saktë, gjithë lufta diplomatike midis Iranit dhe Amerikës, me deklarata, me granata, me predha, me goditje, me këtë me atë, në fakt është menaxhim i reaksionit Izraelit. Sepse marrëveshja finale me Iranin është favor të Iranit dhe është në dëm të Izraelit. Çdo marrëveshje që ju do shikoni që do firmoset nesër pas nesër, në një kohë caktuar, në çdo lloj skenar, në çdo lloj llogaritmi, çdo algoritëm, në çdo formulë matematike, shkencore, politike, historike, e gjithë është favor të Iranit dhe kundër Izraelit. Sepse ky ka qenë që fillim projekti. Do bëhet një rivendosje strategjike në rajon për të izoluar përgjithmonë Izraelin. Dhe gjitha lufta me Iranin është për të fuqizuar një Iran që kontrollon ushtarakisht Hormuzin në marrëveshje me Amerikën për të nxjerrë as lloje City of London të çufave, që Amerika të marrë kontrollin e deteve. Ku kompanitë të siguracioneve të çufave në Angli e kontrollojnë deri dje, si parazit. Ndërkohë tani, projekti është që një koalicion i madh musliman linë mesme të izolojë përgjithmonë Izraelin. Dhe të gjitha projektet energjetike që po punon Amerika, që mas marrëveshjes me Putin në Alaska, synojnë kontrollin e gjithë rrugëve detare nga Amerika, si mbretëria e deteve, që ka qenë diku në Anglia, kurse rrugët toksore të energjisë Rusia. Po duke qenë se rajonale, si fuqi rajonale, për shkak se është Azia. Dhe gjithë procedura që është ndjekur për të mbajtur gjallë luftën me Rusinë dhe Europën, që është bërë nga çufët, ekskluzivisht që Trumpi nuk e donte, është që në 20 janar kur erdhi në pushtet 2025, këtë kishte objektiv kryesor, është sabotuar nga Izraeli, Rothschildet, Soros, Biberat, edhe gjithë llojet e mostrave përkatëse satanike të sinagogës satanit, ku do në botë që janë të përfshirë, si punë çufash. Dhe marrëveshja që ka bërë Trumpi me Putinin synon që Amerika të ruaj dollarin nga kurthi që ishte bërë nga çufët, bashkëpunim me Kinën, dhe nëpërmjet kësaj skeme të re, ku Amerika me kontroll Panama, kanalin e Panamas, që e mori që kishte Kina, me kontroll të Groenlandës, që shumë shpejt Amerika do ta ketë në kontroll plot. Nëpërmjet kontrollit Venezuelës, që ishte gjithë depozita e garancisë kineze të Kosovës ulët të naftës. Nëpërmjet kontrollit të kanalit Suezit, që Irani nëpërmjet Huthit e mban gjithkohës në terror, duke kontrolluar furnizimin me energji, dhe duke kontrolluar Hormuzin, duke marrë gjithmonë bllokuar prapë furnizimin e Kinës me energji, dhe duke kontrolluar kanalin bashkë me Indonezinë, Malajzinë, Filipinet, të tjerë ka rrugët Kinës përkatëse. Duke kontrolluar të gjitha marrëveshjet e transportit
toksor të energjisë nëmet Irakut dhe Sirisë, duke izoluar Izraelin e madh nëmet kësaj marrëveshje, që është bërë me Irakun dhe me Sirinë. Po gjitha marrëveshje me Rusin, ose Putin-Trump, tashmë Rusia është bërë numër 1 i garancisë kineze të energjisë. Pasi Rusia është i vetmi burim i sigurt i energjisë për Kinën, si rrugë toksore, në vetë tubacioneve, ashtu dhe rrugë detare në vetë rrugës Arktikut, ku kapja Groenlandës nga Amerika, i jep garanci Amerikës që Kina është e kontrolluar edhe rrugët detare. Tashmë të gjithë kufit e botës, të gjithë detet e botës, që kalon Kina është e kontrolluar nga Amerika. Dhe kjo garanton që dollari nuk do të cënohet nga projekti kinez për ta zhvlerësuar duke i hequr naftën. Sepse tashmë rrugët e naftës kontrollohen ushtarakisht nga Amerika. Dhe kur Amerika shpall Hormuzin dhe bëj tokë për territor amerikan, është thjesht një batutë gjeopolitike që tashmë Hormuzi do të jetë një marrëveshje midis Iranit dhe Amerikës. Çfarë do thotë që Hormuzi kur thot Trumpi i përket Amerikës? Kur Trumpi thotë Hormuzi i përket Amerikës do të jetë territor amerikan, do thotë që Irani dhe Amerika do trajtojnë këtë si vende kufitare. Çdo do të vende kufitare Amerika dhe Irani që janë shumë larg njëra tjetrës. Do thotë që ky territor do ndahet bashkë. Pra do thotë që Hormuzi do të prodhoj para edhe për Amerikën, edhe për Iranin. Por fuqia e Iranit është jashtëzakonshme këtë mes, sepse për të parë një vetë merr hegemoni dhe legjitimitet dhe jurisdiksion mbi diçka që se kishte para lufte. Po cili i deshi këtë luftë Iranit? Në Izraeli. Izraeli britsmos për këtë luftë. Çfarë mori Izraeli? Për të parë hegemoninë territoriale të Iranit mbi Hormuz. Dhe futja e Amerikës në Hormuz do thotë që nuk është marrëndije. Do thotë që Amerika dhe Irani do bëjnë marrëveshje me njëra tjetrën. Si të vetmet pretendent të territorit. Nëse thotë është territori im, dhe ti Irani thua është territori im, pra ju keni mos marrëveshje kufitare apo? Pritse në këtë moment që ju keni marrëveshje do të gjeni një marrëveshje. Pra ato të dy legjitimohen për ta kontrolluar, për të dhënë para nga kjo punë. Dhe nga ana tjetër, marrëveshja me Amerikën dhe Iranin përfshin $580 miliard për Iranin, e cila nuk përjashton vazhdimin e programit balistik të Iranit, por kërkon kontroll të programit atomik të Iranit. Dhe në gjithë të histori, në gjithë të lloj çmendërie që njerëzit ta kuptojnë më vonë, në thelb ishte izolimi i Izraelit. Si kam thënë para një viti, fitoria e Donald Trump në Shtetet Amerikane në 2024 në shmallkimi i madh Izraelit në histori. Po kjo do të jetë pasoja, jo veprimi. Veprimin është krejt tjetër nga pasoja. Veprimi është gjithmonë që Trumpi është sionist më i madh i korave, presidenti më i mirë i Izraelit, pavarësisht që njerëzit kanë filluar të kuptojnë lojën, që s'është tamam më shumë. Dhe veprimet e pasojat nuk kanë lidhje, pasi pasojat janë e kundërta. Izraeli do izolohet në atë farë pike, në atë farë situate, që eksodi është i pandalshëm dhe rënia e fuqisë tij në botë do të jetë e pandalshme. Dhe mënyra se si po kanë mburimet e energjisë në lindjen e mesme, ku shumë kompani izraelite janë përfshira në këto pisliqe, ka të bëjë me orientimin e Izraelit si një fuqi ekonomike dhe një fuqi ushtarake. Pra është një orientim që jepet si shpëtim Izraelit që të merret me parat dhe jo me vrasjen e fëmijëve. Pra të ketë rol ke paraja dhe energjia dhe jo ke vrasja e fëmijëve. Është një mënyrë se si Amerika kërkon të kontrollojë këtë përbindësh të vogël që po shmon gjithë botën, dhe se si duke e kontrolluar në atë nivel aty ta kontrollojë në Amerikë, pasi Amerika kontrollohet nga ata. Është marrë peng nga Amerika nga ata. Dhe këtë javë ka ndodhur një ngjarje shumë interesante në këtë temë. Pasi Tucker Carlson prezantoi publikisht në Amerikë që J.D. Vance, zëvendës presidenti i Amerikës, urrehet nga Izraeli dhe lobi AIPAC si një president që nuk është sionist, por është America First. Dhe do luftohet me gjitha mjetet nga Izraeli dhe lobi AIPAC në Amerikë, kandidatura e J.D. Vance, pra është America First, jo MIGA, pra MAGA, jo pra MAGA, pra MIGA, pra MAGA, Make America Great Again, që në fakt është Make Israel Great Again. Me herë, dhe Donald Trump, konferencë shtypet dhe thotë, ishte me Marco Rubio. Dhe thotë Marco Rubio që ne jemi kundër gjykatës krimeve të rënda, krimeve të luftës, sepse ajo është shumë arrogante, slopi tha Trump. Ne jemi kundër gjykatës së krimeve
të luftës, sepse kërkojnë të arrestojnë Bibi Netanyahu. Ne këtë po bëjmë për Bibi Netanyahu. E diskreditoi komplet. Arsyen pse Amerika është kundër gjykatës. Se ta kërkojnë të arrestojnë një kriminal lufte. Do thotë dikush, po ja pra e doli mbrojtje Bibit, është e kundërta. Rubio po e ditë mbrojtje Bibit, duke mos e përmendur. Pra ne jemi kundër një gjykate që është e drejtë. Apo Trumpi tha nuk është e drejtë e pa drejtë. Na ka prek interesat se do më arrestu Bibin. Pra e diskreditoi Amerikën për arsye se pse është kundër gjykatës krimeve të luftës. Dhe ky shërbim më i mirë që mund t'i bëjë Trumpi domit Izraelit. Dhe po ai Trump del pas 24 orësh pa Rubion tashmë. Dhe thotë që kandidat për president nuk është Rubio, po është J.D. Vance. Pra ky që urrejt nga Izraeli dhe nga IPAC-u është kandidati i Trumpit për president në Amerikë. Dhe kjo bëhet 3 muaj para zgjedhjeve të pjesshme në Amerikë në nëntor. Më vonë do të kuptojnë njerëzit ato që them unë, sepse njerëzit mendojnë që ato që lexojnë në media janë të vërteta. Ato që lexojnë në media janë shfaqje. Ne nuk jemi këtu për të folur për shfaqje. Ne jemi këtu për të folur për regjin, për skenare. Çfarë fshihet poshtë, jo çfarë del lart. Atë e shohin gjithë. Ajo që fshihet poshtë është që kandidati për presidenti i Amerikës nuk është friendly me Izrael. Se dhe do ju kujtoj që arsye pse u zgjodh J.D. Vance nga Donald Trump kandidat për zëvendës president ka qenë dita që u bë atentati. Masi bën atentatin, i shkon në zyrë Tucker Carlson, Elon Musk, Charlie Kirk dhe një nga djemtë, të 4 bashkë, në një marrëveshje të përbashkët, 4. Dhe i propozojnë emrin e J.D. Vance për kandidat për zëvendës president. Nuk ka qenë kandidat J.D. Vance para atentatit. Dhe i thënë, që do të shpëtosh, ke vetëm një rrugë. Zgjidh të kandidat për zëvendës president. Po ty ta kanë marrë vendimet vra. Po pse thotë ky zgjedhës J.D. Vance? Se po të zgjedhësh J.D. Vance, ata do kërkojnë që ti të jesh gjallë. Se ka dhënë më keq. Vjen J.D. Vance si president. Sipas ligjeve të Amerikës. Në ligjet e Amerikës kur ti je kandidat për president dhe vritesh në fushat, kandidati për zëvendës president bëhet president, po fitove zgjedhjet. Në Amerikë, kur ti je president dhe vritesh avdes, kandidati për zëvendës president bëhet president. Automatikisht. Dhe në këtë rast, ata i thanë, në qoftë se do të shpëtosh gjallë, merr këtë kandidat për zëvendës president, se ata do kenë frikë me të vrarë ty, pa vrarë atë. Sepse me të vrarë ty do bëhet një si ai president. Hapin hall vetes. Hall më të madh. Do i hapin hall më të madh. Dhe arsye pse Trumpi ka zgjedhur J.D. Vance mos e vras. Por ama ka dhënë dhe garanci se çfarë kandidati ka për perspektivë. Një si ai. Altino J.D. Vance është një kryshësionist, po 6 janë gjithë në Amerikë. S'ka se ti ndryshë. Po s'ka luajë pagun, s'ka asnjë shans. Mos harroni gjë. Në këtë luftë, bëna lloj do bëhet luftë. Do bëhet jashtë lloj. E dyta, Amerika kërkon të marrë rolin që i takon histori. Dhe s'ka si rrugë përveç se të shpëtojë nga MAGA. Sepse MAGA është armike e MIGës. Dhe emri i ri i MAGA-s është America First. America First do thotë jo Izraeli first, po America First. Dhe J.D. Vance e përfaqëson këtë gjë dhe ne që ndjekim politikën amerikane me ditë me orë, që ndjekim Tucker Carlson kur tjerët se dishin ç'a ishte, e kena kuptuar se kush është roli i Tucker Carlson në Amerikë, është njeriu që po ndërton America First kundër MIGës. Dhe J.D. Vance është kandidati i tyre. Po bashkohen gjithë forcat përkatëse për të shpëtuar Amerikën nga kolonizimi. Pasi Amerika është kolonia e Izraelit, jo Izraeli kolonia e Amerikës. Dhe J.D. Vance që nga kandidati që ka caktuar Trumpi, i cili luftohet nga lobi Izraelit në Amerikë. Dhe i çufo. Urrëhet nga ata. Sepse din që është një katolik tipik. Që se ka sionizmin zemër fare, përkundrazi, këtë rast prezantohet si një njeri friendly me izraelitët, me çufot, por që do më shumë Amerika. Dhe i tha në podcast këtë Rogan, para 2 javësh, Roganit, në podcastin e tij, që Izraeli duhet kujtoj që është popull i vogël. Është vend i vogël dhe Amerika është vend i madh. Kur ngatrojnë këtë rol, ndodhin këto probleme. Ta kuptojnë ta që janë të vegjël, ta dhe të cilën si të vegjël, jo si të mëdhenj. Ishte goditje shumë thelbësore për Izraelin dhe rolin që ka në Amerikë. Në Amerikë, sot çdo kandidat që prezantohet si çufo, si klushi çufave, e ka të humbur zgjedhjet. Sepse populli amerikan po zgjohet për ditë nga gjumi, siç po zgjohet populli shqiptar.
ata po kuptojnë që janë viktima të një kanceri 100 vjeçar që i ka pirë gjakun Amerikës dhe ka shkatruar jetën në ëndrrën amerikane dhe çdo amerikan. Kurse neve jemi një popull që po zgjohemi nga gjumë letardike dhe po kuptojmë që ndërkohë na kanë pushtuar dhe se dish.